Sa i takon luftës kundër korrupsionit, janë hetuar një numër i konsiderueshëm zyrtarësh të lartë. Gjatë vitit 2024, siç shihet edhe në raport, janë në hetim 33 ish zyrtarë të lartë, ku 2 prej tyre janë të regjistruar në 2 procedime të ndryshme secili. Nga këto 33, 19 zyrtarë janë dërguar për gjykim në gjykatë, duke përfaqësuar 52.9% të rasteve. Në vitin 2024 janë 10 funksionarë të lartë publik për të cilët ka pasur vendime të formës së prerë. Nga ana tjetër, numri i personave të dërguar në gjykatë përbën rreth 35.2% të totalit të individëve në hetim. Hetimet e vitit 2024 tregojnë se korrupsioni i zyrtarëve të lartë zhvillohet përmes skemave të sofistikuara dhe faktorë si ndikimi institucional, përfshirja e rrjeteve kriminale dhe pastrimi i parave rrisin gjithashtu nivelin e rrezikut. Rritje ka shënuar gjithashtu edhe numri i procedimeve për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, krahasuar kjo me vitin paraardhës. Kjo rritje është në masën rreth 34%, ndërkohë që krahasuar me vitin 2021, këto procedime janë trefishuar. Gjatë vitit 2024, konstatohen në total 132 hetime të filluara me kallëzime dhe referime nga individ dhe institucione. Siç e theksuara edhe më lart, hetimet e filluara nga kallëzimet e qytetarëve janë dëshmi e rritjes së besimit të publikut tek institucioni i prokurisë së posaçme.